Ministri në detyri i financave, Hekuran Murati, ka akuzuar komunën e Prishtinës së shpalljen e tenderit dhe nënshkrimin e kontratës 18 milion eurosh. Për sheshin George Bush i ka bërë kundërligjshëm. Për këtë projekt që është ndruar në një përplasje mes nivelit lokal dhe Institutit për Trashëgimi Kulturore, sipas Muratit, nuk ka buxhet të mjaftueshëm të ndarë me ligjin për buxhetin. Në deklaratën e disponueshmërisë të nënshkruar në vitin 2024 nga kryetari i Komunës së Prishtinës dhe nga zyrtari kryesor financiar, thuhet se mjetet e nevojshme për këtë projekt janë 18.4 milion euro dhe se ato janë të buxhetuara në kodin 53984, rregullimi sheshi George Bush. Problemi qëndron në faktin se në kodin e projektit në fjalë në vitin 2024 kanë qenë të buxhetuara vetëm 1.89 milion euro nga mjetet vetjake të bartura nga viti paraprak. Kontrata për këtë projekt është nënshkruar këtë vit, por sipas Muratit kjo përbën shkeljen e radhës pasi buxheti i Komunës së Prishtinës, megjithse i miratuar në asambli, për shkak të miratimit me vonesë nuk është integruar si plotësim ndryshim në ligjin për ndarjet buxhetore për 2025. Sipas Muratit, futja në obligime financiare pa mbulesë përbën shkelje të ligjit për financa publike dhe ligjit për prokurim publik. Ai po ashtu ka kërkuar nga organet e rendit që ta trajtojnë këtë rast. KOA ka dërguar pyetje në komunën e Prishtinës, por nuk ka marrë përgjigje. Evisar Geci, këshilltari kryetarit të Prishtinës përparim Rama, në një postim në rrjetin social tha se buxheti miratuar nga Asambleja Komunale më 9 dhjetor 2024 përfshin 6 milionë e 500 mijë euro për projektin në rregullimi i sheshit George Bush. Sipas tij ka edhe deklaratë nënshkruar për dispozicion të fondeve. Të martën, Inspektorati për Trashëgimi Kulturore ja ndaloi për herë të tretë punimet komunës në zonën e mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës për mungesë të lejes. Megjithatë, kryetari i komunës Rama tha se punimet do të vazhdojnë. Ne do të vazhdojmë këto punimet.